Shikues News, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni parashtrimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Një qendër e fuqishme ciklonare në pjesën e Evropës qendrore sjell shtrëngata dhe stuhi ere në zonën e Alpeve dhe atë qendrore të kontinentit, ndërsa pjesërisht zona e Ballkanit paraqitet me rebeshje afat shkurtër, ndërkohë Britania e Madhe, Gadishulli Iberik dhe pjesa e Europës lindore mbeten me mot të kthjellët. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoal, priten kthjellime dhe verancira në të gjithë territorin me mundësi për rebeshje, kryesisht në veri të territorit shqiptar. Temperaturat do luhaten nga 8 deri në 28 gradë Celsius. Era fryt me një shpejtësi 55 km/orë dhe dallgëzimi në brigjet detare do të arrijë 3 ball. Shohim tani kushtet e motit për sa i përket rëndë Europës për ditën e nesërme. Moti paqëndrueshëm vijon edhe në pjesën e Europës veriore dhe atë qendrore, ndërsa pjesa jugperëndimore dhe juglindore do dominohen nga kthjellime dhe temperatura të larta. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, vrenësira do të jenë më të shpeshta në qendër të territorit shqiptar edhe në jug, duke sjellë her pas here reshje shiu dhe në juglindje. Temperaturat do të luhaten nga 6 deri në 26 gradë Celsius. Era fryt me një shpejtësi 35 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet detare 2 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ky është parashkrimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.